Mr. President? Yeah. If the Iranians do rebuild, would the United States... If they rebuild? Would the United States strike again? And I have also a question about But Russia. I'm not going to have to worry about that. It's gone for years. It's very tough to rebuild because the whole thing is collapsed. In other words, inside, it's all collapsed. Nobody can get in to see it because it's collapsed. You can't go in to see a room that has, 10 million tons of rock in it. And the tunnels are totally collapsed. But if they rebuild? Well, they've already looked at the tunnels. This was an unbelievable hit by genius pilots and genius people in the military, and they're not being given credit for it because we have scum that's in this group, and not all of you are. You have some great reporters, but you have scum. CNN is scum. MSDNC is scum. The New York Times is scum. They're bad people. They're sick. And what they've done is they're trying to make this unbelievable victory into something less. Now, even they admit that it was hit very hard. Okay? Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në 360 gradë, si se dhe dëgjuat, në fakt tema e parë, e hapësirës parë, do t'i kushtohet ore me të vërtet, ndodhi ajo që u fa në sitet e pasurimit uraniumit në Iran, apo ka diçka poshtë. Ju dëgjuat Donald Trumpin që thoshte lum, për New York Timesin, për CNN-in, pra për 2-3, po themi nga mediat më dinjitoze botërore, jo vetëm amerikanë. Sepse, simbas burimeve izraeliane që ato kanë konsultuar, dhe pretendojnë se kanë konsultuar, dëmet që janë bërë, sidomos në sitet kryesore në Fordo, nuk janë ato të cilat deklarohen nga Pentagoni ose të cilat deklarohen nga presidenti Amerikan. Pra, problemi është, ka një intrik, ka diçka që nuk shkon, ka një të pavërtet që shitet si e vërtet, kjo është çështja, dhe kjo është, po themi, pikpyetja parë që do mundohemi të japim një përgjigje analitike. Për këtë, jam këtu me zotin Ledio Krisafi, më mbrëma Krisafi, Dritan Goxhaj, më mbrëma Goxhaj, Alfred Pollumbi, dhe zotin Shala Xhevi Shala, më mbrëma. Shala, profesor, si ekspert që je i sigurisë dhe i luftës, i kundër zbulimit, çfarë ka të vërtet dhe çfarë ka të rreme? Pra, dy kolosët më dhe mediatik amerikanë dhe botëror duan t'i prishin festën Donald Trumpit. Donald Trumpi ka të vërtet që i quan ata lum, apo e vërtet është diku në mes? Në qoftë do ta shikojmë vonesën e fillimit të operacionit për bombardimin, edhe në media ka dalë që Trumpi nuk ishte 100% i sigurt nëse do ishte rezultativ përdorimi i kësaj bombe. Unë paktën e kam gjetë në burimet e të informacionit që hezitonte sepse nuk kishte garanci, pra do thotë që ka pas në fillim një hezitim në këtë drejtim. Pastaj operacioni është ai operacion që u krye, si i thonë, ju bë shërbimi i duhur, operacioni ishte spektakular, një operacion 20 minutësh, me teknologjinë e fundit, me avionet më të mirë, bomba që ishte para të problem dhe sipas të dhënave, këtu... Në këtë rast se duhen të dhëna apo duhen prova? Provat janë... Nuk mund gjendet provat e tash. Të dhënat janë informacione që vlerësohen nga burime dytësora, nga përgjime të personave që kanë ndjeni për problemin, apo që... Sepse të dhëna direkte atje, të dhënat të plota mund të jepte vetëm ekipi i Agjencisë Energjisë Atomike, nëse do pranoj të shkonte të bënde një shikim në vendngjarje. Pra, ndërmjet Trumpit, New York Times dhe CNN-it, ju vendoni që? Tjetër deshat që ka hijet dyshimi, kjo pun ka hijet dyshimi, pse? Edhe pasi goditën Shtetet Bashkuara të Amerikës të nesmen, në mos gaboj mas disa orësh, vetë Izraelit kanë bërë një rigoditje tjetër. Po në atë vend, po në këtë kryesore. Goditën rrugët që shkon. Rrugët që shkon. Në luftimi u dha që u godit edhe ajo. S'kan kapacitet në godasë. Çfarë goditën? Rrugët që shonin tek Sili për që mos largoheshin.
këtu Pra do vrisin çfarë ditë që andej. ndërsa Ka shkatuar reagimet pastaj mjetën e transportit, komunikimit për rrugën. reagimet pastaj qenë nga aktorët shtetëror, nga liderit që Trumpi dha maksimalisht të quajtje operacion të suksesshëm dhe me informacionin që ai dispononte thotë është realizuar, është kthyer programi mbrapsht disa vite. Është kthyer programi mbrapsht disa vite. Shërbimet e Izraeli, leadershipi i Izraelit u tregua më i matur. Po të shohësh edhe iranianët në vetvete edhe ata janë shprehur që dëmet kanë qenë të mëdha. Janë shprehur me këtë terminologji, por iranianët janë shprehur që njohuritë nuk mund të godit, nuk mund të bombardohen dhe njëkohësisht ata kanë mundësi. Iranianët duan që të mbyllet me kaq tani, ato treguan shumë diplomat edhe goditen hakmarrjen e bët para emëruar, donin që filloi u bë një teatër shumë i madh aty shala tani. Të mos ketë që mos kishte egërsi pra dhe vetë Trumpi e pranoi këtë që prisi që mos kishte egërsi në goditje. Ndërmjet jetës së regjimit dhe lavdisë së Iranit ata zgjodhën jetën e regjimit. Kjo ju përmtu, ne herën e kaluar e trajtuam që marrëveshja ishte kjo, në fillim ju bë trusni që të rrëzoi regjimi, më pas që duket ju premtua mbijetesa e regjimit në funksion të mosgoditjes së ashpër dhe është gjithë ky teatri që ju thoni që edhe iranianët po e shesin përfitore. Shqyrë zotë dhe Amerika vazhdon të jetë demokraci dhe New York Times edhe CNN thonë, jo nuk është ashtu. Këta kanë burimet e New York Times dhe CNN kanë burimet e tyre. New York Times dhe CNN kënë janë, dhe nuk ka prova ose burimet të besueshme, ata dënohen me miliona dollar dëm shpërblim. Gjej thot dejnë këtë fazë, thot ai, dej tashmë, burimet e informacioni ekspozuar. Ajo është në zhvillim pastaj. Mund dalin informacione të reja, por deri tani është kaq thot. Ja të hym kësaj intrige. Goxha? Unë mendoj që deri diku presidenti Trump ka një drejt në mënyrën se si është kthyer atyre për arsye se në rast se shohim në aspektin e medias, çdo kush ka të drejtën të sfidojë fjalën e autoritetit dhe të kërkojë prova për fjalën e autoritetit, pra të mos i besojë fjalës autoritetit në aspektin, por të besojë autoritetit fjalës. Por ama janë po të njëjtat media, të cilat para se të vinte Trumpi, pra presidentës tjetër, i besonin çdo lloj fjale që thoshte dhe nuk e bënin dysh. Pra ato nuk dyshonin kur ata thoshin që neve shkatëruam Rusin, shkatëruam sa Rusia mbeti pa armatim, mbeti pa raketa, këta vazhdonin dhe amplifikonin këtë. Prandaj në këtë aspekt Trumpi ka drejt, pra janë të njëjtat media, të cilat nuk bënin dysh qeverisjen e parë, tashmë në qeverisjen e dytë, çfarë do lloj që thot presidenti, këta e kundërshtojnë. Kurse në aspektin pas të drejt, doktor Berisha që qenë 2008 New York Times e ka quajtur kartë higjienike tani. Ne jemi këtu. Nuk e di se çka ka thënë Berisha, nuk jam marrë me Berishën, po. Jo, Trumpi thot lum. Jo, po shohim që po na vlerëson tezat nga Shqipëria dhe aty vjen. Nuk është gjë e keqe. Nuk është gjë e keqe, mirë është, po. Rritje. Është keq për ne mediat, po mirë është për politikanët. Po. Kurse në aspektin e dëmeve normalisht ka bërë disa dëme, pra për atë të cilën ata po merren, pra vetëm me Fordon, normalisht ka bërë disa dëme në Fordon, po kjo nuk do të Centrifugat e uraniumit janë shkatruar. Po jo të gjitha, sepse centrifugat e uraniumit kanë qenë të shpërndarë. Është trafikuar uraniumi 400 kg. Uraniumi 400 kg nuk ndodhet aty, pra është larguar. 400 kg janë shumë pak. Pas ka drejt New York Times pra. Shiko, 400 kg janë larguar më para, sepse 400 kg janë maksimumi, 400 kg janë 40 rrota nga që. Sepse është një nga ato rrotat është 10 kg pra. Kaq është madhësia e rrotës që është ajo, 40 rrota të tilla. Pra 40 rrota të tilla e merr një person dorë, një ikën, pra 40 veta ikën me nga një në xhep. Pra nuk është në gjë e veçantë për t'i larguar ato. Pra nuk ka pasur një problem për të larguar uraniumin. Ka një mbështjellje specifike, shumë rrezatuese. Absolutisht kanë mbështjellje specifike. Vetëm mbahen në kuti speciale. Por nuk janë të vetme centrifuga këto në Fordo. Pra edhe në Isfahan ka pasur centrifuga të njëjta dhe Isfahani nuk është goditur me GBU 57. Isfahani është goditur vetëm në sipërfaqe me anë të raketave Tomahawk. Dhe ajo çfarë ndodhet nën sipërfaqen e Isfahanit, Isfahani është janë tunele të reja të bërë nga koreano-veriorët, totalisht, pra me një teknologji komplet të re, dhe Isfahani nuk është goditur asnjëherë, pra në tunelet e Isfahanit s'janë goditur asnjëherë. Edhe atje ka të njëjtat centrifuga. Pra në rast se flasim për bërjen e centrifugave, këto nuk e kanë penguar as programin bërthamor dhe as vazhdimin e programit bërthamor. Për të rritur kapacitetin e uraniumit nga 60% në 90% i mjaftojnë 10 centrifuga, pra nuk ka nevojë të ketë 100 centrifuga, pra ato 10 centrifuga i ka. Por për sitin për cilën bëhet fjalë, po sitin cilë Fordo ka dëmtime. Dhe prandaj ata po kapen vetëm në një. Pra Trumpi kapet vetëm të një, kurse pjesa tjetër e medias kapen në përgjithësi në operacionin, pra që gjithë programi nuk është shuar. Normalisht nuk mund të shohet dhe është e pamundur që të shuhet programi.
Por e gjitha kjo luftë bëhet për ta çuar sërish Shtetet Bashkuara të Amerikës për një goditje të re. Savi? Dje kam parë shefin e Mossadit, David Barnea, kam parë dhe shefin e shtabit përgjithshëm të ushtrisë izraelite, të cilët të dy kanë thënë që dëmi që është bërë në programin bërthamor iranian është i dëm sistemik, nuk është dëm thjesht një siti, dhe është një dëm që ka çuar programin bërthamor iranian disa vite pas. Dhe një radh parë, logjika thotë që ne kemi parë në këtë 12 ditë luftë që Mossadi kishte një prani të jashtëzakonshme në Iran, vazhdon ta ketë një prani të tillë, dhe nëse ka një, le të themi, një agjentur që ose një shërbim inteligjenca që mund të jetë më afër asaj që ka ndodhur në terren, mund të jetë shërbimi izraelit. E dyta, dje shefi i shtabit përgjithshëm gjithashtu deklaroi që për herë të parë pranoi që ka pasur komando izraelite që kanë vepruar në terren në Iran gjatë tyre 10 ditëve, gjë që e përfaqëson idenë e asaj që izraelitët mund ta dinë më mirë se të tjerët. E treta, duke njohur Izraelin, mendoj që figurat e tilla nuk dalin kot të thonë që kemi hedhur pas, le të themi, kemi shkatruar për disa vite në vazhdim programin bërthamor iranian, sepse nuk është thjesht çështje politike në rast të tillë të Izraelit, është çështje historie. Pra janë figura që kanë dëshirë të ngelen në historinë e Izraelit si mbrojtës të Izraelit. Pra nuk mendojnë vetëm pjesën politike. Me dy pyetje. Dhe pastaj bëjmë debat mbasi ta thot vetëm nga zoti Pullumi. Tani, historiku i këtyre siteve është shumë i gjatë, por kemi një deklaratë të Zoës Gerbert, shefe e inteligjencës, që thotë janë shumë larg bombës ata, iranianë. E pyesin gazetarët Trumpin, e ju thotë shefja e shërbimeve inteligjentë thotë që s'janë duke për bombën ata. Gabime ka, thonë, shërbimet, ajo informacionet e mia ja thonë ndryshe. E përgënjeshtronë, e kemi të qartë. Dhe ajo thotë, po, ka drejt presidenti. Tash ajo do të japi, të them unë, informacion presidentit. Kush e jep? Ka një zyrë tjetër. Trump ka pas probleme me... Një sekond. Pra, këtu ishin dy gjëra që ne kemi parë. Gjëja parë që duhet të vërtetoj për opinionin publik se ne të duam, nëse ka një fasad, themi ta qerim, nëse ka një mask, themi ta heqim. Nëse s'ka, më mirë. Por duhet të bindë gjithë opinioni publik amerikan dhe botror që Trump ishte 2 javë larg bombës atomike, vetë keni debatuar këtë gjë. Të keni thënë që ka pikpyetje për këtë. U bë ky operacion shplarje trurja, ku do të quhen në këtë rast. Dhe ju mbush mendjen njerëzve që po, Irani është rrezikshëm si potencë bërthamore arshme për 2-3 javë. U dha urdhri, u la 15 ditë paqe, u bë urdhri i paralajmëruar, i telefonuar dhe ai, dhe u bën bombardimet me B2 me këto bomba speciale në sitet. Tani, një burim prap izraelian thotë që suksese shumë mirë u shkatrua. Një burim tjetër i çon New York Times dhe CNN-it disa informacione, thotë dëgjoj, ka shkatrime, por nuk është ajo gjë. Pra, më kupton këtu rrjeta minimale është shumë e gatruar për të qenë lineare. Duke njohur Izraelin, thash, nuk ka asnjë shans që një nivel kaq i lartë i shërbimit inteligjent izraelit të dalë dhe të thotë një të pavërtet. Me ata pastaj thonë vetëm të vërtetë, a? Jo, për pjesën e tyre. Pjesën e Gazës pastaj është diskutuar. Ata e mbërtesë bombën për 2 javë. Shërbimi drejtori i Mossadit dhe ka thënë një gjë tjetër. Ne tha jemi aty. Këto Mossadi paguhet për zbërthyer njerëz atë gjithë dynjas, për të vërtetën. Ne jemi aty. Ne jemi të vërtetën nga drejtori i Mossadit. Din çfarë ka ndodhur, çfarë do ndodhi, tha drejtori i Mossadit. Sot ka dhënë një intervistë të thotë një gjë pa vërtetë. Sot drejtori i CIA-s Ratcliffe ka dhënë një intervistë te BBC-a dhe ka thënë që ka pjesërisht dëme. Pra kjo është deklarata e drejtorit të CIA-s. Sot. Pra tash këtë marrim drejtorin e CIA-s apo do marrim këta që gënjejnë dhe që vazhdojnë gënjejnë janë më afër se kushdo tjetër asaj që është duke ndodhur në Tiranë dhe deri shumë mirë. Po këta, po ky Bernea, po ky Bernea, mirë se vran. Po mirë se vran ata se i vran ata me çko. Terrorizmi që ata përdorin, terrorizmi që ata përdorin në Iran, ky nuk është terrorizëm, sepse pjesa e tyre u vran me bomba, u vran me bomba, të vëna në shtëpi, është pjesë e luftës, është terrorizëm. Të vrasësh civila është terrorizëm, harroj këtë moment. Ata që ushtarak në kështu. Ishte i ke po këta njerëz. Ata që janë në terren e dinë më mirë se të tjerët. Po terreni janë ata më bolori gënjeshtër e tyre. Po çka Grecia aty tash se. Këta ishin po këta njerëz që thoshin që për 2 javë. Po këta njerëz thoshin që për 2 javë Irani po bën bombën. Po këta njerëz që 10 vjet thoshin që për 1 vit të dalin. Po këta njerëz nuk ka të dalin figurë të tillë.
nuk ka asnjë shans të dalë një figurë e tillë në Izrael të thotë që të thotë një gënjeshtër të këtij niveli. Po ky Bernea more doli para datës 13 qershor dhe tha me datë 10 që Irani edhe 2 javë është larg bombës. Ndërkohë që gjithë tjerë thoshin ore Irani nuk ka bombë. Sa larg afër ose larg bombës ishte nuk e di asnjëri me thënë drejtë. Tash kjo që tha ky zotëria është e vërtetë apo është e gënjeshtër? Nuk ka asnjë shans të dalë një person i tillë brenda Izraelit. Se ka njerëz të moralshëm brenda Izraelit. Nuk ka lidhje me moralin kjo gjë. Po me moralin ka lidhje, me gënjeshtra ka me moralin lidhje, o zotëri. Figurën e tij në Izrael. Gënjeshtra ka lidhje me moralin. Nuk ka lidhje me moralin kjo. Me çingarikën, me karrikën. Nuk ka lidhje me moralin, kjo ka lidhje me figurën e tij në historinë e Izraelit. Po figura është morali, më zotëri. Gënjeshtra ka lidhje me moralin. Në momentin që ka gënjur dhe Irani bën bombën pas 6 muajsh, roli i tij dhe figura e tij nuk mund të dalin më. Po Irani nuk ka interes ta bëjë bombë, se por ta kishte interes se kishte bërë që në 2003 më zotëri. Duhet të kuptosh si funksionon Izraeli brenda Izaelit. Po në bisedë, ore se ke disa emisione dhe pse sulluan Irani ishte në bisedime, or zotëri. Da nga garoj gjëra. Të bënte marrëveshjen. Cilën marrëveshje? Kishte mundësi, kishte presidentin e Amerikës. Marrëveshja që kërkuan ishte kapitullim, or zotëri, a kupton? Jo, kapitullim si kërkoi kush? Po kapitullim pra kërkoi, hiq dorë nga programi, zero uranium, zero raketa. Çfarë si funksionon Izraeli? Nuk dalë po s'ka bomba atomike, mos ka pasur një herë, më nuk ka. Marrëveshje që tërhiqet prej bombës atomike dhe mos bien kurrë të Izraelit. Po që në 2003 ka mbyllur, mos ka pasur. Deri në 2003 shtet që çon 60% uraniumin e çon për bombë. 60% nuk e çon për të bomba, 60% është uranium për 92%. 20%. I lutem zotëri, të flasim pak për 23%, 23%. Nga 3.6%. Po nuk është ndaluar, mos është pjesë e programit, po të bëjnë marrëveshje, po cilë marrëveshje më që heqë dorë nga çdo gjë. 23%. Po marrëveshja që vetë s'është marrëveshje, më është dorëzim, hiq dorë nga gjë, nuk është marrëveshje. Bomba atomike i ka kërkuar Trumpi me heqë dorë. Më dëgjoni pak. S'ka pasur asnjë përpjekje për Kisavi, një sekondë. Dua të jap një kontribut për publikun se mos dakurësia juaj mua më pëlqen, sepse nën presion dalin bindjet, analizat personale dhe bëjnë më interesante emision. Tani, kemi dy gjëra. Disa gazetarë shumë famshëm, edhe amerikanë dhe ndërkombëtar, që e kanë në shënjesën e tyre, po themi figurën e dyshimit të Netanyahu, i cili është i kërkuar për krime kundër njerëzimit, apo nga gjykata e Hagës. Kemi luftë krimi kundër njerëzimit. Ka nxjerrë pikërisht një deklarat, një sinkron, nuk e kam, të vitit 2012. Kur Netanyahu thotë për 2 javë Irani ka gati bombën atomike. E tha nuk e bëj. E ka thënë nuk e bëj. Domethënë, pra ka 13 vjet përpara i ka thënë 2 javë. Sepse normalisht qëllimi strategjik i Izraelit ishte futja në luftë e Shtetit Bashkuar të Amerikës bashkë me Izraelin për gjynjëzimin e Iranit si kundërshtari. S'ka më tjetër çka kundërshtari ka më Izraeli në gjithë lindjen e mesme. Siria po thotë se nuk ekziston. Jordania është një mbret që është një kukull. Libani po e tha. Më falë zoti Zheja, shumë lojtar i fort mbreti i Jordanisë, është kukull, është njeri me është lojtar i fort. Çfarë lojtari? Në aspektin e kësaj, që Jordania ka stabilitet politik ekonomik, është njeri i vlerësuar, është njeri që ka studiuar në Britani, nuk ka rëndësi studimin në Britani. Po flas, nuk është lojtar, kur them kukull, nuk është lojtar në lindjen e mesme. Se mbret në Jordani është Alamet Bose, e lek ka, para ka... Ka rol shumë të rëndësishëm. Pavarësisht se ka majt... është edhe nga pasardhësit e linjës gjakut profetit Muhammed. Pavarësisht se noshta nuk ka majt... Edhe për Gaza mos harro Zhej. Për Gaza ka kritikuar Izraeli. Zoti Zhej, për Gaza ka kritikuar... Një vend arab që lejon kalimin e aeroplanëve izraelit dhe territorin e vet, që godet të raketat e Iranit, ose të pak nuk është as neutral, mendoj që është një lloj sateliti. Për Gaza, Jordania e ka kritikuar shumë ashpër. Do të shpalli lufta e Jordania e Izraelit për një çështje kështu. Ka cis Jordanin, ka territorit e pushtuar. Por ka diskutuar në Jordania. Nuk shkoj për momentin, të pas parasysh marrëveshjet e tij me Amerikën, por nëse ta vazhdojmë false. Dua të them që të dua të thoja që me gjithë respektin për mbretën e Jordanisë, se ku diet tani mbreti i rëndësishëm është. Porse tu qëllimi i gjynjëzimit të Iranit ka qenë objektiv strategjik i Izraelit dhe ndoshta ka arritur më. Po jemi deri këtu. Ne nuk e dim. Këtë kemi diskutuar, se kemi vënë diskutim fare këtë që është
kategorikisht e vërtet. Pra, jo, ajo që thot Goxha tani, dhe ajo që kemi dyshuar dhe ne, që 2 javë, 3 javë për bombën atomike, ka qënë o pretekst, o arsye. Ne kemi thënë, duke thiru arsye shëndosh, kemi thënë që është pretekst. Që ata uranium kanë, centrifuga kanë, po kanë kaq vjetë që se bëjt do të bombën. Ose din ta bëjnë bombën, ose duan ta bëjnë bombën. Mosbërja ka qenë vendim politik. Mosbërja ka qenë vendim politik. Për ta bërë. Mosbërja ka qenë vendim politik. Interesin e kishin, po di të përfundonin në këtë. Po vendimi politik është interesi më bëri do. Vendimarrja politike tregon interes. Po vendimarrja politike thotë, nuk e bëj, domethënë s'ka interes ta bëj. Jo, interesin e ka, po do arrinte në këtë pikë Po nëse ja s'ka thoi. interes më zotëri ta bëj. Po ka interes sigurisht sepse ndryshonte balancin në lindje mesme. Një vend merr vendimarrje politike, Në lindje mesme nëse do kur të ti bëj merr vendimarrje politike për një vendim të rëndësishëm, kaq të rëndësishëm strategjik për gjithë lindjen e mesme dhe ti vendos që mos ta bësh, atëherë do thotë që ti s'ke interes ta bësh. Interesin e ka sepse ndryshonte balanca e forcave Po s'ka interes se balancën e forcës nuk ka çfarë ndryshojmë më tepër. Nuk e bë. Ka interes, po s'ka këllë që thua ti. Këtë balancë e forcës e ka vetëm me Izraelin, more. Mundësit e kishte dhe interesin e kishte, po ishte një vendim politik, po mos e Mundësit i ka bë. edhe sot më akoma. Po sot dyshoj, nuk e ka kështu. Ka që në 2003-shin ka lëshuar një fetva ky lideri Ayatollah Khomeini. Ayatollah ka lëshuar një fetva për mos prodhimin e ka quajtur haram, për mos prodhimin e armës bërthamore. Gjithsesi, pjesa Pra ata ekzekutive. që nuk e di ç'është fetau, Ç'a është? fetau. Fetva, një urdhër fetar, një vendim. Është i vlefshëm për gjithë botën islamike apo Jo, vetëm për për Iranin? pjesën e tyre, sepse bota islamike nuk është e centralizuar, nuk është se nuk funksionon si papati, që ka islamike rajonal, nuk janë dorë. Okej. që mërënjën e kalifatit nuk funksionon kështu me një fetva. Okej. Dhe synimi, pjesa ekzekutive ka synuar që tjetë gati nëse nesër do t'i duhet ta prodhojë. Dhe Irani ka synuar që është pjesë e kulturës tyre të strategjisë që t'jenë të pavarur dhe pavarësinë ata kanë shetë. Dhe për këtë arsye ata kanë menduar dhe janë përpjekur që ashtu siç bëri Korea e Veriut të kthehen në një fuqi bërthamore. Vetëm kështu do të kishin një pavarësi të garantuar, të përhershme, duke u bërë fuqi bërthamore. Dhe ata luftuan ta bëjnë këtë dhe të dhënat e funit tash ti besojmë të dhënat të inteligjencës izraelite, sepse mbas të dhënat të inteligjenca izraelite organizuan sulmi. Pra u bë gjithë kjo. Sipas dhënave të tyre në muajt e funit ose në vitin e funit një grup shkencëtarësh kanë mbajtur një sasi lëndësh radioaktive jashtë kontrollit të agjencisë atomike, agjencisë së Vienës. Dhe në javët e funit, sipas dhënave të shërbimeve izraelite, në javët e funit këta kanë kërkuar një bashkëpunim me grupin e projektimit apo me generalet që drejtojnë sistemin e raketave, projektimin e prodhimit e raketave. Pra dhe është synuar një qiftim i lëndës radioaktive me raketat balistike. Këtu pasaj Izraeli e dha alarmin. Thjesht ajo më bursi e thoni ju referova inteligjencës izraelite. Po izraelitët janë po këta që prej 92 se zgjeja 2012, prej 92-shit Benjamin Netanyahu thotë që njerë 3 muaj, njerë 4 muaj, njerë 1 vit, njerë 2 javë, njerë 1 javë do bëj bombën në Irani. Prej 92-shit. Ka 50 vjet, ka 40 vjet sa i bie që kanë ardhur në pushtet Ayatollahët atje, që ata kanë thënë do zhdukim Izraelin si shtet. Dhe Izraeli do gjente gjithë format dhe metodat për ta zgjidhur këtë, për ta fashitur këtë kërcënim ekzistencial. Ka thënë njëri do zhdukim, nuk e njohin Izraelin që të ekzistojë si shtet. Nuk e njohin edhe vdekja e Izraelit, po pra vdekja e Izraelit, po vdekja e Amerikës, thonë edhe vdekja e Amerikës. Amerikës sa kanë larë nga dot Izraeli ka qenë tash to pra arabe nuk e kanë njohur. Nuk e kanë njohur Izraelin. Kurse ky politika s'ka se njohin një vend i cili është pushtues, është shumë e thjeshtë. Nuk ka lidhje me njohjen, ka lidhje me zhdukjen e një populli tjetër. Nuk ka lidhje me një. Po ka lidhje me zhdukjen e një populli, ka lidhje me shtetin Izraelit. Ja arritën me ardhin e Trumpit, i cili edhe në herën e parë, kur ishen në pushtet, e prishi marrëveshjen, ju krijon kushtet e përshtatshme, fund fare shteti këto interesa ka. Ai s'do menoj për interesat kombëtare të Jordanisë, po do menoj për interesat e veta, as të Iranit. Dhe ai arriti që bëri këtë. Po kjo që unë nuk e besoj që kanë arritur ta fshin programin. Kryetarja sa agjencisë ndërkombëtare të atomike të Kombeve të Bashkuara ka për çdo ditë që del
që kur ka nisur sulmi dhe deri më sot i thotë nuk ka pasur, pra kaq ka qenë sasia e uraniumit 400 kg, nuk ka biles. Ai thotë më pak se 400, pra jep me shifrat sakta sa kanë qenë. Shiko që ka pas aty në gjotë madhe duket se s'ka dhe rrezatim. Se po do të kishe pas rrezatime, do të kishe pas gjëra tjera. Po sërmë sa është ngurtësuar, nuk fare zotësia e Izraelit ai nuk ka qenë se është ngurtësuar. Zotësia e Izraelit është që arriti i manipuloj gjitha këto gjëra dhe realizoi një qëllim të vetë. Sot ku jemi, sot e gjitha kjo, pse është e dështuar? Sot e gjitha kjo, sot parlamenti iranian, edhe Këshilli Fetar mori vendimin që Irani të ndërpresi marrëdhënien me agjensinë atomike, pra nuk do të ketë më kontroll. Nuk ka si vlerë në praktik. Si s'ka vlerë në praktik? Mund të vazhdojnë ta godasin prap javës tjetër. Po s'ka rëndësi për goditje, se ti s'ke godet bosh kot. Pra, nuk kam asnjë kapacitet Izraeli dhe godas. Izraeli në rast se do të vazhdojë ta godasë. Izraeli në rast se do të vazhdojë ta godasë, Izraeli merr fund si shtet. Izraeli e goditi deri në minutën e fundit të pushimit. Po mos goditi Izraeli. Po s'kush e goditi Izraeli. Po cila Irani ka kapacitetet teknike prap për ta ripërtërit programin, sepse ju thaj që dijet nuk vriten nuk bombardohen. Dhe e dyta, ka vullnetin politik. Gjëja më e madhe këtu është nuk diskutohet vullneti politik. Po arritën që të zerosh vullnetin politik për prodhimin e këtyre u zgjidh problemi. Zoti Pollumbi, në vitin 2016, zgjedhja jote e parë, por dhe imja, Donald Trump, prishi marrëveshjen për që kishte bërë Obama me Iranin për kontrollin amerikan të bazave të uraniumit, të pasurimit të uraniumit. Nuk ishte gjë e mirë thanë në atë kohë. Nuk e di sepse e prisha ai, por me këtë veprim, me këtë bombardim spektakolar që bëri, me këtë mbyllje luftë me paqe të habitshme detali, nëse mban në pushimi Izraelit me Iranin. Është kjo një sprovë e genialitetit të Trumpit apo dhe New York Times dhe CNN tani se thu që i shëbejnë mbështetësi shumë demokratët aty. Është një fakt. Janë erësuar syt. Jo, është një fakt që gjithë presidentët kanë folë shumë kundër Iranit, por asni nuk pati guximin të bënte këtë që bani Trumpi. Izraeli mundet që dhe ketë provoku situata tilla, mund të ketë bërë diversione si kur këta janë afer me provu bomben, por Irani, duke qenë se kishin ofertën prej presidentit Trump, për të larguar dhe mos më ranë kurthën e Izraelit, të ulshin tavolin, të bisedoshin me Donald Trump, dhe të arrishin një marrëveshje. Tani drejt asaj po shkohet për fat të mirë. Nërsa, media e lirë, unë kam shumë respekt, por është një faktu. A keni pa në i herë media në botë që komentusit ose ata që japin rezultatin e zgjedhjeve të qajnë kur fiton njëri ose tjetri. Tifoza janë të gjithë, por kjo ka ndodhur me CNN-in, ka ndodhur me Life, kur në 2016 fitoi Trumpi, se këtë herë përballu në kthyen dhimbjen në forcë, se ishte fitore më e thellë, dhe ata që jepnin rezultatet e zgjedhjes qashin. Këto skena nuk i kena pa as kur ka vdekën Verhoxha në RTS. Pra, që ti besosh mo kësaj medje. Plus, pra, do më thënë, e kanë hakat e lumë. Nuk them që e kanë hak, se është presidenti Amerikë. I fije mëj kujdeshëm të tregon të Trumpi për respekt të medjave tjera, por gjithsesi, ajo tjetra, unë habitëm bile për CNN-in, dhe New York Timesin e tjirë, se si nuk thanë që nuk u vra general Hussein Salami, por u vra sozia e tij. Unë habitëm si se thanë dhe këtë CNN-i dhe mediat e tjera. Se çdo gjë që ka bët Trumpi, qëtë kur ka dalë Trumpi kandidat, këto media kanë kalu reputacionin e vetë. Pra kishte një status në Facebook, se si Partia Demokratike prej Kennedyt dhe Clintonit përfundoi në parti të agendave kundër njeriut. Pra më prioritet, ju vuni agendave kundër qënjes njeriut, agendave të shoqërisë hapur, se sa problemeve që sot realisht ka bota. Pra edhe këto media, jo se dua që të më shtes
100% Trumpin, sepse gjuhën e pati fjetashpër, duhet të rgohet të gjuhë më të zbutur kundër tyre, por menimin personal se normalisht ajo është Trump, ajo është vetë Trump dhe e ka stilin e ti. Menimin komunikimit. Ajo është Trumpizmi. Ajo është Trumpizmi. Nuk kupton ndryshe. Më fal, edhe këshilltarëve të ti nuk i dëgjon. Keni ide, keni informacion për centrifuguat e uraniumit për këto listerin e këtyre se... Ajo duhet të vazhdo të ishte sa ishte ajo kuota 23%. Fakti kur këta rritën i fije, i bëri të dëshote. Tani unë duhet kapëm me atë tjetërn. Nëse kanë thonë se njohim Izraelin është e drejtë e tyre e plot dhe çdo shtetit në drejtën ndërkombëtare të njohin. Por retorika kur i thu të zhduk nga faqja dhe ti jep mundësi atij shtetit sulmoj. Nuk duhet kjo retorik prej një drejtuesit. Pastaj janë dhe financuesit e 3 hëve që quhen. Hezbollah, Hamas dhe Houthi. Financues terrorizmi. Nejse, ato... Si jo nejse, Izraeli këte... Koka oktapodit të Teherani, 3 zgjatimet që është terrorist Hezbollah. Hamasi mund të përnoj që është qërimtare, pa Hezbollah është qërimtare. Ato ja vojnë me dobësu Izraelin, ajo është pjesë e Po çliroi Libanin nga pushtimi Izraelit. Tani qa çliron? Po vazhdon akoma vazhdon me Izraelin, ma ka Izraeli pushtuar Libanin, pjesën e jugut. Po më vazhdon akoma të mbaj territorin. Pa mëse nuk është organizat qërimtare Hezbollah, s'ka qenë asnjë organizat Po, qërimtare më ka qenë se nisi për lup për çliruar nga pushtimi Izraelit. Ka pasur çlirimin e Palestinës, po. Por çlirimin e Libanit u krijuar për çlirimin e Libanit në 82-shin, u krijuar për çlirimin e Libanit, pasi Izraeli pushtoi Libanin, se nuk është krijuar më përpara. Pas pushtimit u krijuar. Në thelb është organizat terrorist. Po më gjithë terrorin që bëri më. Në 200 baristat amerikanë në Liban. Pushtueshin si që ata? Që u vranë nga Hezbollah? Ishin pushtues? Kushta që u vranë nga Hezbollah? Po Hezbollah kush ka vrarë tjetër? Kush ka vrarë tjetër? Nga që thoni juve, nga që thot Izraeli. Unë të besoj Hezbollah, mos besoj Amerikanët, mos besoj Izraelitët. Unë Amerikanët nuk ngulin këmbë që ka vrarë Hezbollah. Është vetëm Izraeli që ngul këmbë Hezbollah. Tash po ndryshojmë edhe realitetin në këtë pikë. Jo, nuk po ndryshojmë realitetin. Realitetin hajde me shohim. Jo ti. Po kush të doj, le ty në faqen zyrtare të Departamentit të Shtetit dhe le të shohë organizata terroriste. Nga 12 organizata terroriste, Hezbollah, Hamas dhe Houthit nuk janë në të, janë vënë tashmë pas 2023-shit, deri para 2023-shit nuk ekzistonin ato si organizata terroriste. As Hamasi nuk është në thelb organizat qërimtare, sepse thotë kanë për qëllim të shkatërrojë Izraelin. Jo more shtetin e Izraelit, se shteti i Izraelit ka për qëllim të shkatërrojë të përzëj palestinezët i vrasë, po bën genocid. Çdo shtet që bën genocid duhet zhduket, më është normal, shumë e thjeshtë. Në 2005 kur iku Izraeli nga Gaza, ja la Gazën palestinezëve. Çfarë bën ata? Bën një organizat që kishte për qëllim të shkatërronte Izraelin. Po se bën 2005 në organizatën, mos i ngataro gjë. Po 2007 edhe pushtet. Atëherë ti besoj 2005 në organizatën, në 2007 erdhi me zgjedhje, erdhi me zgjedhje. Super Cili është qëllimi i Hamasit? Besoj Mahmut Abbas. Çlirimi i territoreve. Çlirimi i territoreve si bëhet, duke shtukur Izraelin. Po absolutisht. Po si bëhet çlirimi i territorit, po si mund ta shtirojmë territorin në Në kufim me Shqipërinë do kishte një organizat thoshte unë kam për qëllim të zhduk juve. Çfarë do bëhet? Po more edhe neve kishim për qëllim ta zhdukim Serbinë more për të marrë territorin që na ka pushtuar. E njëjta gjë, çfarë do të thënë kjo? Jemi terrorist? Nuk është e njëjta situatë. Si është e njëjta situatë? Po të njëjtën luftë, Serbia ka pushtuar territorin, luftuan për ta zhdukur Serbinë. Në 2005 Izraeli iku nga Gaza. Serbinë dhe vazhdoi të jem asaj që Serbia nuk duhet të ekzistojë, duhet të zhduket, se është shtet genocidial. Çdo shtet genocidial duhet të zhduket. Ja dorë palestinezën në 2005 në Gaza. Mahmut Abbas, presidenti i Palestinës, para pak kohësh i tha me gjuhë tashpër Hamasit, mos bë veprime. Ai është kolaboracionist më burrë, po na thënë kolaboracionist. Edhe më më do të është kolaboracionist. Tani ka votu populli. Është kolaboracionist, s'ka votuar ai që 10 vjet s'ka asnjë votim në Bregun Perëndimor. Në luftë që 10 vjet s'ka asnjë votim. Hamasi u ngrit nga Netanyahu. Kolaboracionist nga Hamasi. Nuk u ngrit nga Netanyahu. Hamasi u krijuar nuk u ngrit nga Netanyahu. Pavarësisht se i kanë dhënë parat, nuk u ngrit nga Netanyahu. Nuk i ka dhënë Netanyahu parat. Parat e ka dhënë Katari. Por Netanyahu ka pasur dieni dhe Izraeli ka pasur dieni. Parati ka dhënë Katari. Po ka dieni, po dieni ka pasur se kanë një shërbim. Këtë lojë po bën Netanyahu tashmë. Po godet Hamasin dhe po mbështet një milici tjetër. Po ata janë ISIS, ata që mbështet janë ISIS, kanë qenë antar të ISIS-it, kanë qenë të arrestuar. Ata që po mbështet ai kanë qenë të arrestuar nga Hamasi si antar të ISIS-it. Pra vazhdon të mbështetë terrorizmin. Terrorizmin e kanë mbështetur, mbështetin Siri, gjithë organizatat terroriste dhe ISIS-in vazhdon të mbështesin tash në Gaza. Për gjithë këta. Po më ne kemi thënë që Izraeli po sjell vërtet gjithë në mesën e besojnë populli Palestinës morbor. Tani ai Hamasi ishte shumë interesante dhe këtu po duhet vazhdoj sepse kam edhe 9 tema të tjera.
Edhe përpara se t'jap publicitetin, është ky shpjegimi që i bën Donald Trump shumë interesant, shumë pikant për operacionin e shkatrimit të këtyre sajteve, do njëshi. That was a perfect operation. And when you look at the holes, and this was done from 52,000 feet, there was no moon, there was no light, and those three holes are right together. And also, and nobody talks about this, we shot 30 Tomahawks from submarines, in particular one submarine, but that was 400 miles away. And every one of those Tomahawks hit within a foot of where they were supposed to hit, took out a lot of buildings that Israel wasn't able to get. We took them out with Tomahawks. We don't even talk about that. This was a devastating attack, and it knocked them for a loop. And, you know, if it didn't, they wouldn't have settled. That hit ended the war. I don't want to use an example of Hiroshima. I don't want to use an example of Nagasaki. But that was essentially the same thing. That ended that war. This ended that with the war. If we didn't take that out, they'd be fighting right now.